Një aksident i rënd trafiku ka ndodhur sot në orët e ershme të mëngjesit në autostradën A3, Bregana Zagreb Lipovac. Në aksident janë përfshirë një autobus dhe një automjet, të dy me targa të Bosnjë dhe Hercegovinës. Sipas autoriteteve kroate, si pasojë e përplasjes, kanë humbur jetën 2 persona, ndërsa 31 të tjerë janë plagosur. Ministri i Shëndetësisë i Kroacisë ka deklaruar se 1/3 të lënduarve ndodhen në gjendje të rëndë. Të plagosurit janë transportuar për trajtim në spitalet e Zagrebit, Sisku dhe Pakracit. Ekipet e emergjencës kanë ndërhyrë menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa trafiku në të dy drejtimet e autostradës është bllokuar për disa orë, duke shkaktuar kolona të gjata automjetesh. Sipas informacioneve paraprake nga shefi i zjarrfiksve të rajonit Sisako Moslavacka, aksidenti u shkaktua kur një automjet Volkswagen goditi një kaproll që kishte dalë në autostradë. Shoferi i automjetit ndaloi për të para dhe imëruar automjetet e tjera, por një autobus që po afrohej nuk arriti të ndalonte në kohë dhe u përplas me makinën, duke thyer barrierën mbrojtëse dhe duke kaluar në kursinë e kundërt. Hetimet për shkaqet e sakta të aksidentit janë në zhvillim e sipër.